Dhe me thonë, ka mundësi që edhe si janë listë. Unë e nona me shpesh i thëmë te para fëmis, edhe e thëmë kështu vrasht, edhe ka njëherë marrat reagimin që shumë para fëmis, a jetë normal. Për thëmë, a i fëmija, tja, po do me bo që fëmija me pas një nonë të mirë, po. Për që shka mu ka një nonë e mirë, kështë është për vetën. Kështë që hajde ti, bënu pak për vetën. A jeti para fëmis, Antigon? Po, këto e kom bo, e kom punu me vetën sar, edhe sot e kom qitë vetë, sot e një ko, e kom qitë vetën edhe para fëmiju tem. Pikrisht për shkak se fëmija më ka nevoj me pas një nonë të mirë, një nonë të fort, një nonë të lumëtur. Nëse unë si jam e lumëtur, se kom qitë fëmijët e mi para nevojave të mija, as fëmija e më s'kam me qenë i lumëtur. E diskutoj se tash djallin e madhë është mosh kur mundem me diskutu edhe kishe me shku një udhëtim ku dash ke milion të 2 fëmijët vetë. Edhe unë i kisha ato dilemat, a me shku, a mos me shku, qysh me shku. Edhe diskutu me fëmijën tem. Tha, mam, ty t'ka arë që ke mundësi, shko, unë kam mundësi se jam ma i ri, se ti kam mundësi ma shumë me pas gjasa me udhëtu. Unë po du me të pa ty të lumëtur, kështu që shko, mos u shqetëso për neve. Edhe thash, sa mirë që edhe e diskutume dhe kemi atë hapësirën, se e mora edhe një kanë vështrim tjetër. Po e vërtet është ajo që ka thaj. Edhe unë isha e lumëtur me udhëtimin, kur gjithë si ndodhe atyne, e gjetëm mënyrën që ata me qenë mirë edhe sigurt, edhe u këthym krejt kam lumëtur si përfund. Kështu që... Kjo është e vërtet, Antigon, sepse kur e këqyrë kështu nga aspekti i realitetit, edhe prindrit ka një jetë, dhe ata jetojnë për shilë para tjetë. Nuk është që jetë aty në është e dyta dhe po jetojnë bashkë me fëmijët. Në thënë edhe ata... Edhe na e mi kam fëmijësar, edhe qka kemi pas qef kërë mi kam fëmijë. Unë kom pas shumë qef me pa nanën tem të lumëtur. Sa herë ajo ka buzqesh, unë ju më shkritu e pa që ajo po buzqesh. Besa me maj men vetën, gjithmonë që shtu të e këqyrë nanën tem, ashtu buzqesh. Në thënë, krejt që më ka interesu si fëmijë është me pa nanën të lumëtur. Andaj a vlen që nana me pas vetën prioritet, me qenë e lumëtur, po natyrisht kjo nuk nënkupton që ti ki milion fëmijë të keq, po ki me qenë hala ma e mirë pasaj për fëmijë, nëse ti e mirë.